Përshëndetje të nderuar miq të Radio Televizionit 21, është kjo magazina Bombon, në cilën sot sjellim dy rrëfime shumë të veçanta. E para një intervistë që na flet për një konferencë ndër të parat të këtij lloji që për fokus ka mirëqenien. Kur flasim për mirëqenien, ne kuptojmë për trupin, mendjen dhe shpirtin. Po flasim për Lifestyle Conference 2025, e cila do të ketë folës jashtëzakonisht të njohur me renome ndërkombëtare, njerëz të cilët kanë pasur përvoja në botë edhe gjitha njohuritë e tyre vinë që tregojnë tek populli i tyre nëpërmjet kësaj konference. Do të kemi edhe një rrëfim shumë të veçantë në pjesën e dytë të këtij takimi, nga një vizitë që kemi realizuar javën më parë në qytetin e bukur të Gjenevës, atje ku kemi takuar shqiptar, kemi dëgjuar shumë të flitet shqip dhe do të sjellim një pjesë të rrugtimit tonë që kemi pasur atje në disa prej vendeve më të bukura që kemi pasur mundësi të shohim. Do të kemi edhe një rrëfim shumë të veçantë në këtë qytet që lidhet me bustin e heroit ton Skënderbeu. Por, fillimisht ndalemi tek konferenca Lifestyle Conference, e cila na vije shumë shpejt, më saktësisht me 13 nëntor në kryeqytet, dhe për të folur rreth kësaj konference, gjithçka çfarë mëtohet të arrihet me të, është me ne Flutura Mustafa. Flutur, faleminderit shumë për kohën që po ndan sot për ne. Është gjithmonë kënaqësi, sidomos të ndaj pas ditët në Bombon me Radio Televizionin 21. Gëzohem. Një konferencë shumë e veçantë, një konferencë e cila në fakt vetë lajmi për të na ka bërë të mendojmë që a jemi sa duhet duke i kushtuar rëndësi mirëqenies, shëndetit ton, parandalimit të rreziqeve të cilat na vijnë prej mënyrës se si ne jetojmë. Një jetë shumë dinamike, me pak kohë për veten, me më shumë mendime për të tjerët, për punën, shtëpinë, fëmijët, familjen në tërësi dhe mos paku për vetveten. Është kjo në një farë mënyrë mesazhi i kësaj konference që na thotë ndal, jepi pak kohë vetes së pari. Shumë mirë bëre hyrjen e Dona, është esenca është që për një po jetojmë një jetë të shpejt, një jetë që nuk i kemi 10 minuta për vete as në mëngjes, as në mbrëmje, e kjo shkakton pastaj edhe një sort problemesh qoftë të shëndetit fizik, qoftë edhe të shëndetit mendor, e të mos flasim edhe për anën shpirtërore që është një pjesë goxha e rëndësishme. Lifestyle Conference, e cila ka temë këtë vit Lifelong Health and Harm Reduction, apo shëndeti përgjatë jetës dhe reduktimi i rrisqeve, ka në fokus pikërisht këto 10 minuta që i ndajmë për veten dhe që ja kushtojmë vetes dhe reduktimit të rrisqeve në secilin aspekt. Qoftë në aspektin shëndetësor, reduktimin e atyre zakoneve të vogla, të përditshme apo veseve që na bëjnë dëm, në reduktimin e tyre deri në eliminimin, për të instalu ose për të mbjell, më ndryshe, zakonet e mira, ato 10 minutat e ushtrimeve, frymëmarrjes së thellë, meditimit, ushqimit të shëndetshëm, zëvendësimit të produkteve të ndryshme, domethënë që nuk kemi dobi prej tyre, me ato të cilat kemi më shumë dobi, e kështu me radhë. Tani, përveç kësaj pjese që është shumë e rëndësishme për secilin prej nesh, ajo që fare bën këtë konferencë të veçantë është fakti që në fakt po shndrohet në një moment rëndësishëm edhe për profesionistët e shëndetit në Kosovë. Më përmenda që do të kemi emra të njohur ndërkombëtarisht të kësaj fushë, të cilët do të jenë në kryeqytet për të ndarë përvojat dhe mësimet e tyre jo vetëm profesionale, por edhe jetësore. Pjesë e Lifestyle Conference 2025 që do të mbahet në Courtyard by Marriott në Prishtinë me datë 13 nëntor, duke filluar nga ora 9 deri në ora 14, sjell emra të njohur si Vera Ora, psikiatre me profesion mirë, po e cila vjen dhe na tregon aspektin e saj dhe formën e saj se si ka t'i kalu dhe luftën që ka pas me kancerin e gjirit, një rrëfim, si nga një profesionist, si nga një grua të gëshëtuar në një fjalim, në një drejtim në mënyrë inspirues. Gjithashtu kemi Saranda Dervishullin, e cila edhe ajo vjen të tregoj se si një pjesë e burnout që ka përjetu gjatë karrierës së saj, se si e ka t'i kalu atë dhe vendimet që i ka marrë dhe veprimet drejt reduktimit të rrisqeve që e kanë sjellë të jetë sot një lifestyle coach shumë e zoja në diaspor, e duke përfshirë edhe profesionist shëndetësor, kardiolog, endokrinolog, instruktor të pilates, nutricioniste,
që vinë dhe shpalosin në bagazhin e tyre gjithmonë në tema në 3 panele që do diskutohen, që kanë të bëjnë me shëndetin e përgjithësi, po specifikisht me temat specifike, si që janë varësit paneli parë, varësit ndaj substancave narkotike, varësit ndaj alkoholit, varësit ndaj duhanit, reduktimi i riskut të këto, reduktimi i dëmit, sepse ne shkojmë që dëmi është bërë dhe po vazhdoj, po jo mund ta reduktojmë deri në eliminim, nëse nuk mund ta eliminojmë njëherë, ka hapa, ka substancat të tjera të cilat na ndihmojnë në këtë aspekt. Pastaj është paneli i dytë, i cili është më i gjerë si temë dhe diskuton temën nga lindja, veprimet që i marrim dhe ushqimet edhe komplet nëse themi aparatin shëndetësor, veprime që ndikojnë në shëndetin nga lindja deri në moshë madhore, dhe si këto veprime ndikojnë edhe në gjenetik, edhe në aspektin e rritjes e tjere, me një panel super të profesionistëve ku bën pjesë endokrinologu Elton Bahtiri. Pastaj kemi moderator të ndryshëm, që është Freskida Miloti, që nga bashkangjitet nga Shqipëria për të dhënë edhe ekspertizën e saj po te paneli i parë, ndërsa tek paneli i tretë trajtojmë temën e shëndetit mendor dhe stresit post-traumatik, sidomos në një shoqëri siç është e jona, e dalur mas lufte, për të thënë se është bërë mjaftueshëm apo nuk është bërë mjaftueshëm, kjo nuk na takon neve, ne duam ta japim kontributin ton ndaj komunitetit dhe të ofrojmë një hapësirë të sigurt ku mund të flasim qartazi rreth stresit post-traumatik, e sidomos rreth traumës së luftës që gjenerata e kanë përjetuar dhe nuk kanë pas se ku ta adresojnë. Flutura, kretë kjo që po thoni, në fakt më letë të nënkuptoj që konferenca në fjalë po shndrohet edhe në një lloj urlidhse ndërmjet profesionistëve të fushës, atyre që veprojnë dhe jetojnë në Kosovë dhe të tjerëve që kanë parë botën dhe duan që përvojat e tyre t'i sjellin edhe në vendlindje. Konferenca këtë synim ka, të krijojë rrjedhim, të krijojë ndarje eksperiencash, të krijojë mundësi të reja, plus asaj është edhe qasja me pjesëmarrësit e konferencës që do të kenë pyetje përgjigje me panelistët, do të kenë kohën e caktuar për t'ju drejtuar edhe pyetje direkte, në mënyrë që këtë tjetë jo vetëm një monolog i një anshëm, por tjetë një dialog mes pjesëmarrësve në mënyrë që ata të kenë çka të marrin. Normal të gjitha rekomandimet e konferencës nga secili panel do të ndahen pas konferencës me institucionet relevante, varësisht të gjeturave dhe rekomandimeve që dalin nga profesionistë, qofshin ata shëndetësor, qofshin domethënë të fushave të ndryshme, në mënyrë që edhe politikat në të ardhmen kur të hartohen të punojnë për qytetarin, të punojnë për komunitetin dhe jo të ndodhë e kundërta. Ne konsiderojmë se kjo është një temë që lidhet shumë me stilin e shëndetshëm të jetës, duke qenë se dhe jeta është bërë shumë dinamike, duke qenë se nuk jemi gjithmonë në një bombardim të informatave që nuk e dim shpeshherë a janë apo nuk janë të sakta. Përballemi me ambiente toksike, qoftë ato në vend të punës, qoftë në qytet, qoftë edhe duke ndjekur emisione të ndryshme televizive, gjua që përdoret. E gjitha ajo është një rrezik i shtuar qoftë për shëndetin emocional, qoftë për shëndetin mendor, e që të dyja lidhen edhe çfarë po i bëjmë vetës me që të dyja lidhen me shëndetin fizik. Ndërkohë le të punojmë pak nga pak për reduktimin e këtyre rrezikeve, në mënyrë që edhe të krijojmë një komunitet më të shëndosh dhe t'i japim nga ekspertiza e mjekëve tanë dhe folësve dhe profesionistëve të fushës. Tani, Flutra, kush do të mund të marrë pjesë në kuadër të krejt këtyre, të themi, pjesëve të konferencave, këtyre paneleve, si është e organizuar kjo pjesë? Konferenca është e hapur për të gjithë, është pa pagesë, në rrjetet tona sociale, në Facebook Lifestyle Conference, ndërsa në Instagram ourlifestyle.ks, mund ta gjejnë dhe vegzën për regjistrim, 2 minuta, sa me pas një evidencë, do me thonë, që dëshirojnë me qenë pjesë, është pa pagesë si që ceka dhe njëherë, nuk ka ndonjë limit të pjesëmarrësve, i inkurajoj të gjithë, duke fillu nga mosha 18 e lartë, pa pas kufizim lartë, sepse gjithmonë jemi ne, ajo mosha që ndoshta i kemi disa vese që veç se na janë ngulite dhe kemi pak më vështirë të dalim nga rutina jonë e mira apo e keqe qoftë për me dalë dhe një stil i shëndetshëm sa do që munduemi, dhe në mënyrë që të krijojmë një formë të re të bashkëbisedimit, të dialogut, e cila më vonë sjellë ndryshimin. Tani, një pyetje tjetër, përmendëm emra vërtet të njohur në këtë fushë ndërkombëtarisht. Ishte e vështirë ti sjellnit në Kosovë?
Kur e pan konceptin dhe kur e pan se çka dëshirojmë që të arrijmë dhe synimin tonë dhe temat që trajtohen, ka qenë shumë e lehtë. Dhe nuk ka qenë, thonë, sfidë as pak, sepse njerëzit, profesionistët tonë, njerëzit tonë të Zot, janë të etur me kontribu në shoqëri dhe për këtë jam të falenderuese ndaj tyre për bashkëpunimin e ofruar. Kështu që secili panelist ka qenë mëse bashkëpunues dhe mëse i vullnetshëm që të marrë pjesë, domethënë, në këtë konferencë. Të gjitha këto që do të fliten në konferencë janë jashtëzakonisht e rëndësishme që të jetësohen. Patjetër dhe njerëz të kenë mundësi që të marrin këto informacione, edhe ata të cilët nuk janë pjesë e konferencës. Është menduar që, për shembull, në shumë konferenca, gjithë ato çfarë thuhen, transkriptohet dhe bëhet, të themi, një revistë, shndrohen në pamfleta të ndryshme të cilat jepen në formë të këshillash për qytetarët. Është menduar në këtë aspekt diçka në mënyrë që jetëgjatësia e krejt asaj çfarë thuhet të jetë më e madhe se sa thjesht brenda një konferencë dhe asaj çfarë një grup njerëzish mund ta dëgjojnë. Patjetër, në gjatë konferencës do t'i mbajmë shënimet tona dhe do të vazhdojmë që pas konferencës t'i shpalosim detajet për secilin panel, pikat e diskutimit, thënjet më me rëndësi të secilit panelist dhe mesazhet kryesore që të pas në mënyrë që dhe ata që nuk do kenë mundësi të jenë fizikisht prezent, të ndjehen në një farë forme pjesë e Lifestyle Conference 2025. Është kjo diçka që do të shndrohet në tradicionale, në kuptimin që do ta kemi përsëri në vitet e ardhshme? Siç e kemi fillu me kam të mbar, po besoj që kjo është vetëm fillimi dhe do të shndrohet në një konferencë vjetore, që do të bëhet po ashtu në këtë periudhë kohore dhe do të rritet dhe këto janë planet. Normal, planet edhe gjithë këto organizime nuk munden me u realizu edhe pa partner, dhe pa ata që në mbështesin, e që në këtë konferencë kemi partner Dentfix, Klinika, 5 Star dhe Avicina. Ne kemi një ekip shumë të madh i cili po punon në këtë konferencë dhe jemi optimist për të mos thënë, domethënë, edhe shumë entuziast që kjo ka me qenë një ndër konferencat më të mira për nga kualiteti, por edhe më të bukura që kanë ndodhur në Kosovë. Okej, interesant. E mbi gjitha është e rëndësishme që të gjithë ne që duam mund të bëhemi pjesë e saj. Krejt në fund të doja që këtë bisedë ta përmbyllim me një mesazh që do shta e filluam këtë bisedë krejt në fillim të emisionit, që t'i kushtojmë pak rëndësia dhe vetës. Jo thjesht të mendojmë për punën, familjen, karrierën dhe gjërat të tjera, por mbi gjitha të flasim, mendojmë, bile një 10 minutë që në ditë për vete. Pikërisht, ta reduktojmë riskun që na vjen nga veprimet e përditshme, ti reduktojmë disa veprime që na ngarkojnë ditën. Ndoshta të reduktojmë kohën që e kalojmë në telefon, ta reduktojmë kohën që e kalojmë online me njerëz virtual dhe të dalim online me njerëz që i kemi afër vetes. Kjo është domethënë të reduktojmë ushqimet e pashëndetshme, të reduktojmë ndoshta mundohemi me një mik shprehive jo të mira. T'ju ikem shprehive jo të mira në mënyrë që të vendosim një bazë për një jetë shëndetshme. Lutraf, kënaqësi që të kishim sot në emision. Është gjithmonë kënaqësi me pas për krajen e Radio Televizionit 21. Të lutem, kënaqësia është e jona.